Ish deputeti i LDK-s Adem Salia i ka thënë se pas dorëheqjes së kryetarit të PD-k-s Memli Krasniqi, është kohë që të reflektojë edhe kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku. Salia i ka shkruar në Facebook se problemi kryesor nuk është vetëm humbja e dy komunave, por trendi i përgjithshëm i humbjes së LDK-s dhe PD-k-s. Sipas tij, ky trend kërkon dorëheqjen e kryetarëve të dy partive që humbën komunat, si dhe një rishikim të strategjisë së tyre. Pas Memli Krasniqit, koha është të reflektojë edhe Lumir Abdixhiku. Dorëheqja e Memli Krasniqit ishte befasi për të mirë, sepse tregon se PDK-ja megjithatë ka arritur një standard që nuk e kishte deri më tash. Tash është radha e Lumir Abdixhikut, sepse njësoj si PDK-ja edhe LDK-ja i humbi dy komuna, madje njëra ka qenë bastion që nuk i ka humbur asnjëherë zgjedhjet. Pretendimi që LDK-ja të dalë partia e parë është vërtet jo vetëm megaloman, por edhe absurd. Në fakt kjo nuk shihet askund në horizont, kështu që është vetëm përpjekje për të krijuar iluzion. Humbja e dy komunave nuk mund të mbulohet me faktin se nuk u humb Prishtina, sepse ky do të ishte ignorimi i realitetit dhe përpjekje për ta mashtruar elektoratin e LDK-s. Problemi kryesor i këtyre zgjedhjeve nuk është humbja e dy komunave, por trendi i humbjes së LDK-s dhe PD-k-s. Në anën tjetër, vetvendosja tregoi trend të ngritjes, sepse i fitoi 3 komuna të reja. Ky trend jo vetëm që kërkon dorëheqjen e kryetarëve të dy partive që i humbën këto komuna, por kërkon edhe një rishikim të strategjisë së tyre. Me strategjinë e deritanishme, këto dy parti nuk mund të dalin fituese edhe për një kohë të gjatë. Momenti është për të reflektuar, thotë ish deputeti i LDK-s.